E të dashur miq, rikëthyam në studio për të vazhduar me mysafirët e ftuar për ditën e sotshme dhe unë kam dy personalitetet e jashtëzakonshme. Bëhet fjalë për dy këngëtar ku unë besoj që nuk ka njeri që kush i njeh. Ata janë vëllezrit Alio që tash e 40 vite e më shumë janë pranë nesh, janë festat e tona dhe në çdo gëzim tonin. E në studion ton të emisionit, neve i morëm tani që të kemi hapësirë të flasim për sezonin veror, sepse gjatë verës e dim që janë shumë të ngarkuar. Përshëndetje dhe mirë se ardhët në emisionin ton. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi për mua gjithmonë që t'ju kem juve dhe unë definitivisht ju falenderoj që jeni gjithmonë transparent dhe nuk i thoni jo asnjëherë ftesës sonë. Faleminderit. Faleminderit edhe për juve. Fillimisht dua ta di si kalon një vikend i juaj. Afrim për t'ja përfaqësuar. Se tana unë flas. Foltia ki besha. Ani sa është se të dy vikendet i keni ndrysh. Gjithçysh keni më për unë po flas për mos i po më beshat për parësi deri para një 7 muajve, kështu kam unë dini kam jetuar në Zvicër. Edhe vikendet i kam kalu gjithmonë në punë me muzikë, domethënë atje kam kënu, edhe kam vepruar me muzikë, me saksofon, me klarinet. Edhe si këngëtar çdo vikend kam qenë i angazhuar në për çdo lokal ku janë shqiptarë që kanë nëpër Zvicër, domethënë në gjitha qytetet që janë. Kështu që tash ardha këtu në Shkup që jam kthy prapë mas 35 viteve që kam jetuar në Zvicër. Vikendet për verë nuk po flas, më vera ka qenë çdo natë Koriko dhe Gushti dashmat. Edhe pse 2025 ka qenë një vit me të vërtet për mos me harru, kemi pas shumë punë, lodhje ka pas, po edhe llogaria ka qenë e mirë, kështu që vikendeve tash kemi mbrëmje, që ashtu po na thrasin në Kosovë, Ferizaj, Gjilan, Prishtinë, gjithandej. Këtu i kalojmë kështu vikendet. Sërish do të thonë edhe në vikende vjen të ngarkuar. Nuk ka shansa profesioni juaj nuk ju le as vikende fqet. Po atë deshta mund të kyçem vetëm pak. Afrimi e tha me pak pika të shkurta. Estrada, këngëtarët, muzikantë është pikërisht vikendi për ne është punë. Ditëve tjera janë pak të lira, kurse po flas për tanë vitin se Koriki Gushti është çdo natë, ajo dihet, po vikendet ne i kemi me punë, po si e kalojnë na tash na bë edhe unë edhe ky punë më përpara se ky jam bë gjysh tash është edhe afrimi ashtu, domethënë një kënaqësia më e madhe është aty. Po flas për veti me mesa e me nipa, pak energji pozitive. Merë njënin në shkollë që e tjetërin të fëshnjorja, këtheu pak të parki, ashtu kështu edhe disi me fëmi, bre, sikur infuzion, kur të mirësh apo këton për triesh. Ma mërmenja dhe nuk dyshaj. Po, njëna prej arsye është që na tanë kohën kemi qenë Zvicër, ky nese edhe ka jetu atje, po unë kam udhëtu. Edhe shumë pak na ka ra me fëmijët e tonë personal, pas pari me i pas, në prekën e me i pas, se atëre vrapojshim mas punës, karriera, ajo kjo gjithçka. E tash na ka dhënë mundësia pak të përkushtohemi më shumë familjes. Dua të di, tash sezoni 2026 po afrohet. Çka po përgatitni për publikun këtë verë? Po si zakonisht, na me tjetër punë nuk miremi, domethënë na përgatitmi këngë treja, do të mundohemi tash me vë diçka. Edhe me të drejtën na e kemi bë planin, edhe besoj që do ta realizojmë për dëshira më e madhe dhe puna më e madhe që do të bëhet është për 40 vjetorin tonë që kemi kalu domethënë me këtë punë, me muzikën. Dojmë me bëni program mi zgjedh disa këngë edhe mi pas disa musafir tonë që mendoj mi ftu, me bo një koncert që do të shkon edhe me televizion, domethënë drejt për drejti. Edhe kjo është mendimi jam për vitin 2026, dihet Koriko Gushti janë ato dashmat. Edhe po mendoj çat projekt me krye, besoj që bile do ta them kështu publikisht edhe Ministrinë e Kulturës me lut, nuk po tham, po besoj që e meritojmë me na ndihmu për këtë projekt, për shkak se dihet që kjo nuk është projekt i vogël, do të bëhet pak diçka më e madhe, më e mirë për me ekzistu për jetë e program. Si një arkiv për do të mbetet për gjithmonë.
tash besoj që e meritojmë unë e Besha se jemi shkupian që e përfaqësojmë ndoshta mos tam ma shumë gjithkush, po na jemi konë gjithmonë kështu në diaspor pak ma tepër kemi punu. Unë edhe kam jetu edhe kjo ka qenë përparësia jonë që unë e morë ma shumë atje me muzikën. Me muzikë. A do të ketë këngë të reja, nuk po pyes, se nuk po dyshoj, mirë pa do të ketë projekte surprizë që do të vinë gjatë verës? Pa tjetër se po, në një këngë kemi ba, po nuk e kena përfundu deri në fund, edhe kemi lënë t'jallojmë për se dyve që i banëm tash për këtë bit që e lam pas. Do t'jetë një 2 deri në 3 këngë që do besoj do t'jenë këngë të mira, si gjithë që i kemi bërë kështu, po tash do t'jalojmë atë publiku ta vlerësoj. Okej. Si po e shifni interesimin e publikut gjatë këtij sezoni? Interesimin e publikut për ne, për ju. Si kërkesë. Kur ma shumë se tash. Si vjetër shumë, me vërtet? Jo si vjetë, po që një 5 vjetë të fundit pak, po kishte vula pak, dhe më thonë, po vinë sanet pak në vend vetë, semra, gjithë shka kvaliteti do të vije, ndoshta ka pak vones, po do të vinë nga dalë se cili të renditen kockat në vendin e vetë. Edhe tash, si renditen ashtu, është edhe interesimi, edhe thirjet, edhe gjithë shka shkon në bas kvalitetit edhe në bas asaj punit që ne edhe e bëjmë. Pa tjetër, është me sakt kjo që thua dhe unë mendoj që kvaliteti asë njerë nuk humbë. Mira the e vënohet, por nuk harohet. Unë mendoj ashtu. Dalë në pa. Pa tjetër, për që të nuk jemi dorëzu asë njerë, me afrimin e kemi pasë prej menagjerave për para, kur në thëshin, abe ndrone pak, adhe se që kjo po lipët tash, adhe jo, nuk do të dalmi nga vetvetja, do t'jalojmë kohës, do shta pak do të ngecim, po do të vjen që ja si erdi tash. Tash po vinë senet ju edhe ti po miresh edhe me këngëtare, me gjithçka tash kanë ta mersh studio ti tregon njëjtat fjalë, po flasim për kvalitet, për gjithçka. Po mirë, po është diçka që shihet. Edhe ajo mo. Është diçka që shihet. Edhe po vërret gjithkohon, edhe besoj që me kalim kohë do ta kuptojmë edhe na pak se ti renditemi vendet aty ku do të janë. Definitivisht. Prej projekteve të fundit që keni lansuar, cili është pak më i veçantë ose ndoshta që u prit pak më mirë nga publiku? Tani po flas për sezonën e fundit. Ca Gostivarit. Çika Gostivarit. Çef afrim fol. Jo, që është konga domthonë e fundit që e bëna me të vërtetë që ka vesh, që shtojnë te ne. Është konga që titullohet Çika Gostivarit. Edhe e ka prit shumë mirë publiku. Po edhe na jemi me të vërtetë të kënaqur me atë kongë se tamam e kemi qellu kështu një kongë që na përshtatet se na ka flejtë. Edhe është shumë bukur ka dalë konga. Po besoj që është pranuar në publik se vret ajo shifet publiku e kërkon, ka shkojmë. Kështu kur lansoni kongë, nga cili qytet merrni më së shumti mesazhe? A keni mujt me bë dallimin? Qytet. Ose shtet? Po, zakonisht Kosova, interesant është na jemi shkupian, po... Po prandaj po pyes. Mos tam mas pak që kemi vrej shkupianve, mos tam. Se nuk e di, nuk e përqelim, më në besha shumë këto rjetet, nuk i përqelim na. Neve na tregojnë familjarë, shokët, ndoshta kështu ndonjëherë kur vjen puna me bo bisedë, e pom këtu disa komente, disa ato, po... është e vërtet që ma shumë kemi me Kosovë edhe me Lugin, punë, edhe dashmat i kemi ma shumë atje. Ana Moravës, ne kemi ashtu. Ana Moravës, i thënë, Gjilan, Viti. Është Gjilani, Kamenica, Vitia, Ferizoj edhe kënej, domethënë, Lugina, Presheva, Bujanoci. Mas shumë tja kemi punë. Është interesant, keni sa vite karrierë dhe jeni vëllezër dhe kuptojmë që vëllezër, motra, nuk janë gjithmonë ashtu në paqe, si që duke në kamera. Cili nga ju është më kokë forte, ose cili nga ju lëshon më shumë pej? A ndodh ndonjëherë që nuk vjenin dakord? Unë jem pak ma kokë forte, edhe pse dukem shumë ma... Me të vërtet. Tani prandaj se mos e gjyko librin nga kopertina. Bravo. Beqa është, shive, nga natyra kështu, unë jam i but, po në profesionin e muzikës,
në përgjithësi kështu krejt ata që mjojnë thënë Afrimi ma i urti, ma i buti, ma që shumë pej. Është e vërtet, në gjithë shka, po në muzikë jam pak... Kritik. Po, kritik edhe s'kam qef me shupej, edhe kështu që aty e di që shtojnë të na, shtrëngona edhe nuk lëshoj pej, as beqën, as naimin që e kam grupa se dati nuk i vez, veç unë që shtam edhe pik. Jo, pse unë që shtam, po, ma merë mendja që ashtu edhe, pa kam qef, me të vërtet, të muzika, tash po flasim, unë e kam punu edhe në radio këtu, që është vitin 89, kam qenë i punësum në orkestrin profesional shqiptar. Edhe kam qenë i vetmi në orkestr që më konë pa shkollë të muzikës, dhe më kam punu në atë ko, ka qenë situata që ashtu ishte atëherë që nuk lejojshin shumë edhe në përzonën, në mas 6 mujve që po në punë këtu, na hekën pi pune. Muzikën e du edhe e njof shumë mirë. E njof shumë mirë edhe për qatë shkak juri gati edhe beqës edhe sedatit edhe naimit, kështu zakonisht edhe për ku ke fjalla për kokëforsi të muzika, unë im pak ma kokëforsi e beqa. Ma mirë është që shtë më konë njoni, kështë njoni ashtu. Nuk më banë zonë shumë, kështu që rinë rahat, kështu orë kur. Kush është më diplomati ashtu me publikun? Që me ragjon gjërat pak ma bukur? Me publik jë mune, pra. Okej. Beqa është më diplomat për me fol, kur është në pytje për me fol. Që thamë fillim, jam fjallë në Afrimit se kë shumë fol. Po kë fol në atë aspektin, jo dini shumë mirë dhe jo. Kë ka humor shumë gjanë, kështu, ka bagasht malë për humor. Ma për para, unë jam konë, po ta në ndru e sa. Kur kina punu në Zvicër, normal me ko atëre, kur ishmi në Zvicër, kam qenë shumë komunikativ, unë kam qenë aj, dhe më thonë, si me thonë, kryesori i orkestrit, jo, a dikush jamon, jo në atë aspekt. E kuptoj. Po flas vetëm për shumë menaxhim, kam pas shumë shok, dosta jaranat që i ka thonë, a o beq ati, u kry ma vetin. Nuk flasim ma shumë. Qëfet, unë e kam dëgju këtë fjallë. A dhe në... Tani nuk po du i dhnime. Jo, s'ka i dhnime. Edhe unë e kam dëgju, sidomos nga familjarët e me. Po, familjarët e tu e dujnë beshen ma shumë, se mu e ma pak më njojnë, unë s'kam qenë këtu, unë e di. Unë i përshëndes dhe ata familjarët e tu shumë, që me të vërtetër kam respekt shumë për gjithë. Pastaj, kur u e bona një qëkputje unë pe i Zvicrës, një qëkputje u bo, e pastaj Afrimi punoj një kohë gjatë atje, edhe normal tash, ky ka qenë në shërbim të atimin tankon, edhe pastaj edhe ajo më doket edhe pak ja qeli syt, se kjo s'po kallëzën bashkë kështu detaje, po unë i kam nejtë shumë këtina kështu hazër, se o kom pak kështu, hajtë se kërgjosë, i fush të na që dojnë. Jo fush, po ma libero, adin. Pastaj kjo bo hala ma s'po tash ma kriter se unë, apo kupton. Ajo më doket sikur i dha motiv, kjo do bo shumë i zgjut edhe në atë aspekt. Kur e la Zvicrën, domethënë Besha pastaj këtu, unë atje edhe normal që unë atje publikun e kam mbajtur unë. Në Zvicër, në diaspore. Mos flas që ka Ston vishëm weekend, ky ishte non stop atje, apo këton tash. Unë kam qenë pastaj atje edhe pa Beshën shumë në kohë, dhe kështu që normal atë publiku është mësuar me mua, pa Beshën. Këtu ishte e kundërta sikur familja ju, veç Beshën dashma, pa Afrimin. Edhe çashtu. Problemi është si mësohesh. Tani ju dy vëllezërit ju shumë mirë keni bërë, sepse juve jeni njoft me nofkën vëllezërit Alio, njëri në Zvicër, njëri ka qenë këto, në Maqedoni, po që e ka përfaqësu Kosovën, Shqipërinë, Preshevën, edhe kjo ka qenë e mira, sepse ju si vëllezërit Alio, mirë po keni qenë të edhe arsyeja këtu për shembull ta theksojmë këtë mirë, domethënë Afrimi pse këtu s'ka qenë për shembull se ky atje ka pas weekend. Tankon. Edhe unë atëherë isha këtu, e tash këtë shtunëve nuk mund të vinte asnjëherë. Shtunën, premtën, diellën, a zakonisht darsma të na këtë e lypin shtunën, shtunën, diellën se tanën, apo këton. Arsyeja ishte për atë që ky nuk mund të jetë prezent. Jo për ndonjë, a ditë me dikush jo ky s'ka për ata ose për ata për këta. Vetëm se ky ka qenë i angazhuar atje, ka jetuar atje. Edhe unë kam pas kontrata normal me pronarët atje edhe s'ka mund të më largu. U deshke të bëhet kjo çkputje
vetëm për jashtë sezone, por veke sezona prapë ishmi bashkë edhe... Mbas 35 viteve, pse të mbush mendja që të rikthehesh sërisht? Sepse tani është një mentalitet komplet tjetër. Zvicra, edhe këto është komplet tjetër. A do të mundesh me përballu, sepse njeriu edhe 5 vite me jetu në një vend tjetër, thjesht adaptohesh me rrethin, e 35 vite nuk janë pak. Nuk janë pak, fakt është, po... A do t'jetë lehtë rikthimi yt? Për mu personalisht, ashtë si afrim, flas, unë mrena 35 viteve kam pas shumë motive. Unë kam nejtë këtu, mos tam ma shumë këtu, se atje. Kje ka pas ma letë pak se... Po, për bashortën edhe për vajzën e vogël që kam me veti tash, se unë kam 3 fëmijë, 2 atje janë, dvoglën e kam marrë me veti. Edhe për ata është ma vështirë, për ato dyja, po besoj që edhe ata janë adaptu, veç janë adaptu, vajza është në shkollë, kam regjistru klasën e 8 këtu, Elora, e cila është shumë zonëse e mirë, kam shumë lavdrata prej arsimtarëve që janë aty, edhe po mëson mirë, edhe është përshtat mirë me rrethin këtu. Edhe bashortja, mos që është ofër këtë kunat, ati ka këtu. Po dhe, familje. Atje i ka përveç, do më thonë, familjes më ngusht, atje i ka gjithë, print edhe vllaznit i ka, dhe motër s'ka, veç 4 vllazën i ka krejt në Zvicër. Edhe pak për ato ma vështirë normal, po i thash, masi unë e kalova 35 jetë, ti nuk e dija kimi mritë 35 jetë, mi kalu pa print edhe pa vllazën. Po inshallah i mrim edhe jo pata, se Zvicra është tash... Tani është shumë lehtë, dikur ka qenë e vështirë, tani me fluturimet... Me fluturime, me telefona... Shumë lehtë. Edhe kështu që nuk është problem, besoj që do të kalim pak ma lehtë. Dikur ka qenë problem, kemi pas familjar që si kemi pas me vite, shka ku i vizave, s'kam pas rritë këthime. Be që si kalin djali, s'ka mujtë me konë këtu. Prandaj po them, ka pasën, tani më është shumë e lehtë. Tani mendoj që mas së shumë ti po shifime me ata që jetojnë jashtë shtetit, se sa me ato që po jemi në rrethin. Ofru, këshire kjo tak, bere tash, fol, komunikon, po komunikon në nështë, heket e i malli pak sa do kujdo, edhe kjo tash jo bo me këto fluturimet, kur dush, kur dush, vjen, atër ishe gjithë shka gjithë shumë kufizume ka qenë atë. Atër disa vizat e para që kanë qenë tonat, kanë qenë me një hyrje, ishte pak problem. Hin, e tash pa tjetër me i kry 3 ose 5, sa e ke pas vizën, s'munësh më këthi. Po munësh më këthi, po djegët vizën. Nëse e ke bo një javë këthesh, i hupe edhe ato 5 mujë tjera, për shumë. Edhe ishte pak ma vështirë, me dalë në kabinë telefonit, të desh keme prit gjysësoret për ta tishë në rënd për me folë 10 minuta me të shpizë. E tash, me gjeneratave të reja ju të regojmë ka njerë, ama tashme nuk i di e hagur vetin se apo këton shumë është lehtë apo këton. Tashtima nuk ka tashti gurbet, tashtima nuk është gurbeti ka qenë dikur që nuk e mujt me i pa me vite familjar. Gurbet është pak ato shtete që janë shumë si Amerika, Australia, Zelanda. Ato që janë shumë largë. Janë pak ma largë edhe për ata me të vërtet është pak ma shtirë. Ma randë, po. Si do qoftë. Po sërisht kur ta mersh atë apet është. Edhe ata kanë fillu pishof shumë shpesh po vinë tash. Kemi familjar që jetojnë dhe në Amerikë dhe vinë, spaku një herë në vit. I vinë, dikur nuk vishin, ama tani njerë në vetë të gjithë qysh i kena në vend, në Kosovë ose në Maqedoninë e Veriut, vinë më, është bo gjithë shka shumë e letë tani. Për drejsa flasim të kjo pjesa që është bo gjithë shka më e letë, si do t'i komentoni rrjetet sociale? Dikur e tani, a është shumë a mirë për profesionin e juj, apo nuk ju pëlqen? Unë e këtë një 2 minuta, jo. Unë me rrjetet sociale jam out. Ajo e ka, shife, më varet si e përdor rrjetin social. Ajo po, telefonin më varen ti qka këshyrë në telefon. Telefonin është shumë i mirë, po përdor shumë keq. Se varet qka trusti atë, apo këta me këshyrë. E ta është qaq u ka bo kjo rrjetet sociale që me të vërtet po djeka njerë edhe me vjedhë. Prej do pëtë lakina, prej do sanëve që është turp, mare, unë nuk di, apo këtan, ta bëj një gja vetëm, adi në të mshet dikush, a i të këptu... Për klikime. Pak rrjetet sociale pak e këthe kanë zbeh, jo vetëm muzikën, po shifi televizionet analistat në Kosovë, Maqedonia, nuk mirët vesh, nuk mund kërgjët këptësh,
provokime se në prej moderatorëve që vetëm për interese personale të bot klikim, ja çka i tha ky këtina, mëre që po ta thirrën këtë telefon afrimi ka thonë për ty që ta përmeni emrin, a di diçka, a di thuti që kanë zbuluni, pa lidhje kot muhabet. Edhe unë mendoj që pak rrjetet sociale e kanë zbej pak edhe muzikën, sidomos muzikën. Viteve 90-ta kur kemi fillu, na kemi fillu ma herët, po na dhe pak që jina me letër njoftim, të them ashtu. Prej kësaj shtëpie i kemi bërë gjitha ato albumet, edhe e di kur u shlejke të djelën muzik shqip u tërqeshmi. Se kishte vetëm dillën, edhe 2 orë, edhe pak dillën tjetër, tash. Një javë edhe ishte përmallimi për muzikë, kurse tash i ki 15 televizionit gjithë natën, ditën vetëm muzikë. Edhe vjen te monotonizmi, ti dush me lënë pak populli pak të përmallohet për muzikë. A inker, aty i ka bo 100.000 kongë në aparat USB, edhe mo nuk vjen interesant kur gjo. Ka hup interesimi, lezeti i muzikës. Sporti, mere sportin për para, vetëm djeleve, akonën futballit, ashtu ka bot hanën të martë të mërkurën të tetën, nuk vjen më interesant, veç më na i loj kështu, epten derbi mund shme pa, me këqyr, do një pak me të ngrej me këqyr. Gjithë shka është e tepërt, është bajat. Gjithë shka, tash nuk po falë veç në profesionin të tonë. Unë po ndëry, me të vërtet pyetja ishte të rrjetet sociale, si e shifni dallimin. Na kur kem fillu, s'ka pas rrjetet. Te na jenë shit kasetat për para, videokaseta, pas e dullen ato CD-a, DVD, edhe ka qenë ma e mirë, po tha ma e ko, për neve, po flasë, se është ditë, ka shku e ka bledi, kush e din që e vlenë dhe zda liu, Ramadan Krasniqi, ku e dion e sinon dhe zda liu, a i tjetri, edhe kurse tash rrjetet sociale, na tash edhe nuk i përdorim shumë, me të vërtet, nuk miremi me ato. E rehat. Po do të ndonjëherë veç për ndonjë reklam ku jemi në i këndim që kemi në i mbrëmje, se për ndryshe nuk e përdorim. Është e teprume pak, unë e shoh si teprume rrjetin social. Është e tepërt edhe një liri që gjithçka thënë ka kufi. Edhe e mira, edhe e keqja, kufi do të me pas një vidikun. Sepse tash ka shumë artistan që kanë shpërthyer nëpërmjet rrjeteve sociale. Talentin e tyre. A di qysh, unë po tham kështu. Jo unë po tham, po thotë edhe populli, unë pendëgjoj. Populli thotë kështu. Sot, shembull një këngëtar për fat keq e bën një këngë që jeton ndoshta 1 muj, 2 muj ose 3 muj, edhe vdesa e këngë. Kurse këngët që janë bë më herët, janë bë para 30 viteve dhe hala jetojnë, janë bë para 40 viteve, para 50-ve, edhe hala jetojnë. Po. Edhe hala kërkohen. Edhe shoh në popull, domethënë kur e kënon ti një këngë të vjetër. Ta pe marr një shembull më konkret këngë që e din besoj gjithë shqiptaria, e kam pas një rand të vjetër. Kandil Garipi, shka dush bën kur të fillon ajo këngë krejt publiku e kënon. Domethënë edhe e shef në publik atë kënaqësinë kur kënohet ajo këngë. Kurse këto tjera nuk du me i përmenë që me keqardhja nuk jonë më. Ka këngë që ka qenë hit në këtë botën të është dëgju, po nuk dëgjot më kur hiq. Është realizu një projekt, maksimumi 2. Tani nga një këngëtar vetëm gjatë sezonit veror për mbi 10 projekte realizohen. Edhe nuk është pas pak rregull te muzika, kujt pim teket pja merë këngën ati këtina pa në që zati vetëm pak e ka ndru vijen, gjithë ti ebe kum një që të këngë dikon, po më do këtë e një. A i të kuptu, qaq tepër ku thotë, mo si cili ka 10, 15, 20, asa këngëtar janë. Herë 20, edhe shive tash vjen e ngulfat me edhe kënga, edhe duhet pa këngën me lanë me jetu. Kënga me shitit, me hina për shpia, të gjithë kujt, me lanë këngën pak. Me ta ndëgjoj, mos bëhet monotona. Unë po besoj që na këngëtarët po nisëm pe vetë, sepse unë e beqa shumë kohë gjatë s'kena punu me këngë të reja. Vonë kemi fillu tash mu inkuadru pak, edhe me televizione, po tam drejtën, edhe me këto televizionit pak, do shta e tepër, të është një këngëtar kur është çdo javë ose çdo muaj në televizion. Unë nuk e shoh të arsyeshme, s'ka nevojë. Është më mirë që vazhdojnë të na një fjalë vjetër popullore, më rrallë, më përmall. Shpesh përshesh bëhet. Gjitha beqa me lon pak më ajros, apo kupton, me lon këngën,
një këngëtar nëse e bon që shkim bona për para shimull një album në vit, jenë 8 këngë edhe 2 vallë, na kështu kemi punu me Beqën. 8 këngë për një vit, edhe ke qitë kasetën, është shit, është ndëzgju që ajo ta në vitin. Dhe mon, një vit me 8 këngë ka shku Vëllezërit Itali ose çdo këngëtar, për para që ashtu kam punu krejt. Kurse tash, ti bën mrena një javë 8 këngë një këngëtar shemull. Mrena një javë 8 këngë që 10. Edhe, de facto, edhe për para ka pas normal, edhe ma pak këngëtar, edhe këngëtare, edhe ka pas lezet muzika për qatë shkak. Tash është bo shumë me dërtet. Unë nuk i fajsoj, se cili e ka të vetën, punën e vetë, se cili ka dëshirë me knu kënon, po ju kisha preferu që ma mirë është për gjithë konin, po flasë është për të mirën e gjithë kujt, qaj e fjallët që tash ma rallë e ma për ma mirë do t'ishte. E qëtë një kongë sot, mas një javë një tjetër, e mund kongën e vetë faktikisht. Të vetëm për ngulfata, po këtën, e nojë. Ti s'pi e papsirë kësaj kongës parë që e ke qitë, për qëtë dytën me njerë, halo pa u bo ajo, pa ju hinë vesh njerë dhe pa ju hinë tru. Edhe kështë që ma mirë është pak marrë. Ndërkaq, a do të vinë ndonjë projekt nga jo me inteligencën artificiale? Jo, asë një. Jo. Na s'dim, as playback s'kemi ditë kur me knu. Playback e kam rënë me knu. Ne kemi problem me dalë edhe në playback, kështu që na tani edhe kemi knu live edhe kështu nuk ajo s'vjen parasysh. Sikur me rrymë, ata dajs. Unë po mënej që më edhe po vërret, më nuk ka më budala, po këta me thonë që hajtë se kësë në s'ka pas o beqë budala, nuk ka më, s'ka pas budala. Jo, që budal ka... Dikur nuk kam besuar në gjithë shka që është pa, sepse nuk ka pas të rrjetet sociale, po flasë shumë më parë, televizionin të është besu gjithë shka që është pa. Ndërka që tani më, aqë shumë ka, njeri nuk di kujtë mi besu më, nuk di qka të besoje. Live është ajo që e dëshmon. E dëshmon. Për shembull ti ka raste shumë që e ke bani këngë të mirë aty në televizor, studio, regulohet, gjithë shka bëhet, filtrohet, tang, ding, dhe del. Kur ta marrish në darsëm, është diçka këtë tjetër. Apo këta e pas të, opa, qa u bobre, tash nuk është darsëma 3 minuta, se kënga është 3 minuta. Hajde i pas ka bërë 3 këngë, janë 9 minuta. Tash ti dush me kënu 4 orë, 5 orë, edhe aty vjen pas taj ajo, ka dalë. Këtu e kom dëgju, po që të s'po delbe bashkë qashtu, adin, sikur që e kom një... E na mundu çdo herë, ashtu si e kënë dëgju kasetën, edhe televizionin, me na ndëgju edhe live, live, se përna live, ka frimë do të stëj live. Ju ka thek live me thonë. Të s'ka live. Po beqër, s'ja zonë për të marrë. Qështë i ledzoj unë, edhin që ashtu live. Ju shqip e lezon. A do të ketë ndonjë ndryshim në stilin tuaj të muzikës? Jo, besoj që jo. Do të vazhdojmë kështu. Tani e sa vite kështu dhe kështu do vazhdojmë. Normal, ndoshta pak ka me pas ndryshime në atë aspektin e muzikës, pasi që po ndryshon gjithçka, na nuk po jo me ndal nga vijat tona. Mirë, po te këndimi do të jemi ata të njëjtit Besha dhe Afrimi çdo herë. Një bashkëpunim që e keni menduar ose që e keni planifikuar ose Kemi bisedu me shumë kolegë, me të drejten, edhe po besoj që do të bëjmë bashkëpunime, do të bëjmë që është punë e mirë, pse jo, po me kohën, me siguri. Me ardhë puna, që si e patë me Albinën, atë projektin dulë mirë, të më thonë. Shpresojmë që edhe Daniel dhe Melinda Hakaj të bëjmë, apo këpëton nga shkon mirë, po ato do t'jallim kohës. Apo tanë se ka njerë vim punë pështelavën të në thëpë, abe a thove, as thove. Shumë e vërtit. Dhe puna e bashkëpunimeve të këngëtarëve asë njëherë nuk duhet, me të vërtet unë ju kuptoj që nuk i të regoni deri në momentin kur lansohet. Se gjithë shka mund të ndodhë deri në momentin e fundit. Bravo. Ja është qashtu profesioni i tilë që hatë thirë dikush, shkon dikon zvjet 2 muj, hu projekti. Edhe pas taj, apo në televizion e ke thonë, tash këta po rejnë, s'po rejnë, apo këtanë. Kështu që mami mi alon pak kur të bëhet, na allo e kena bon. është gati, projekti është gati. Më dregoni se si e balanconi jetën tuaj private me atë muzikore tash e sa vite? A është e vështirë? Nuk ka letë kur gjo,
Të e pas parasysh që profesioni juaj është një profesion që veçanërisht gjatë natës jeni aktiv shumë. Po mirë, në natën që jemi në shtëpi, ditën jemi në shtëpi, kështu është. Ditën jeni të pushu të flejt? Ja, nuk flejmë shumë ditën, se ditën nuk e di, nështë dikush flenë, për veti nuk muj me flejt shumë. Normal në sezon, vetëm kur e kemi sezonën, pak kemi nevoj. Po pra, dhe përse se du një përshënis edhe zari ndikon shumë në pa gjumësi. Po, përveç që kemi... zakonisht është... Përveç që kemi të mëndë zhënat me knu, me fyt, edhe rruga na e bon pak, se është në zetësi e madhe, pas taj kufin, gjithë shka e kemi me kufi, krejt tash në t'i kemi tash me Kosovë dhe me Lugin kënej, kështu që aty po do të kufinin me abo shumë katastrofë. 2 orë ma herët më njës gjithë shyshë mos mi vonu njështë dhe ndashma, nëse nuk është në rregull. 2 orë për para me kështu që na shkojmë çdo herë ma herët, shumë ma herët ndashma për me qenë sigurt aty me kohë gatshëm. Realisht tërë dita është e lidhur me 4-5. Dhe 2 motor definitivisht në ato s'fshtojmë. Në 5 mëngjes të shtëpia. Të shtëpia. Aktualisht apo punoni diçka tjetër pos muzikës? Nuk na ka ra, deri tash kemi qenë shumë aktiv me kësi punë, nuk na ka ra se për shembull për me im punë, ndikon nuk mundesh i kur të vjen sezona, iki ditë mramje në perëndim si talesh punës, ashtu hajde një herë bën përjashtim dikush, po hajde si është ti vetë punon këtu, si të mungojsh 10-15 ditë, opa, miner këshyrët zavenci, ja. Definitivt. Po, puna li për kushtim këtu, si do kudo që të jesh i punësum, tash, disa përjashtime, dijen, ato, po njerë, jo, nuk kemi qenë, mirë ka shku deri qëto, tash, ta shoh. Cili do të jetë mesazhi juaj për gjithë ata fansat që ju mbështesin juve për kaq vite që qenin në skenë? Unë ju uroj shëndet, mas pari që është më Zoti i rujt. Amen. Zoti i rujt se... Shëndet edhe i falenderimi madh shumë se e kam thonë këto shumë herë, edhe në kështu biseda me kolegë dhe me shokë edhe me dashamirë që thonë, na jemi që ata shka jemi falë që ti publikut. Edhe unë shumë respektoj publikun, unë e du publikun, munona deri në maksimum mi unejt gati për gjithë shka në skenë, po edhe jashtë skenës, unë e besha nuk kemi atë problem, do më honë jemi tafërt me gjithë konë, nuk e me një fjallë shkelim për toke, zdu unë asë njerë me një vetën jashtë skenës, për shkak se e kam thonë njerë kështu edhe publikisht me kolegë, ku dhe thamë kështu, na për me qenë ata shka jemi, për shembull Afrim Aliu, Beqer Aliu, me emën me mbi emën, jemi këtu, në televizion, jemi në koncert, jemi në mramje ku knojmë, jemi ndashma. Jashtë këtyne veneve, jemi vetëm Afrim, vetëm Beq. Jo, Afrim Aliu, s'kam qef me një vetën, unë në rrugë me më thonë dikush Afrim Aliu, rranëm jenë për Zotin. S'kam qef. Edhe du me koni thjesht edhe i barabart me gjithë kanë. Kjo është ajo që urimi ti bashkë në gjithë në dhonë. Kur do t'ju shojmë live së shpejti? S'po foli për darsma, foli live. Po une, a mon men që kemi folën e ti? A e mbon men? Që ta kur erdha e pash për herë të parë që shtu studion. Apo, thash, ju përgëzoj e pas një bon një studje shumë të mirë. Edhe këtu qenë ka edhe hapsira, atë kujtohet. Po, tani po më kujtohet. Këtu pas ka vend për live. A ke kështu? Po. Veni sa dush. Ku do të mirët iniciativat. Bra, vetëm duhet një allo, edhe kjo punë kryet. Na, për që ato nuk pritajmë. Por me arë me kënu live, ama bashkisht nuk pritajmë. Ndashta maran vjen kur duhet me bo një playback, se kur duhet me kënu live. Shumë ma i lirja, ma po këpëtan, se tanë jetën që shtojnë akon, tanë jetën e ka shku kështë, apo këpëtan. E kështu që apet për ta them, e dyta herë. Për këto, okej, ndërsa për publikun, do të ketë ndonjë koncert ndonjëherë? A keni menduar? E po dhe koncertet po mbarën pak prej afrimi një ditë tha, po mjenë që di Shkupi të na pas, jo veç neve. Këngëtar të mirë ka Shkupi, do më thonë, këtë këto kolegë që i kemi Adnani, Azizi, Lezrit Suri, Arshiku, Bekim Deari, këto tash më starojnë e një, Salushi, se mas
mos për harroj qytetin në një. Kemi Mirandën, kemi Gjinis Femnore, kemi Lindita Porellkun. Do më thonë, ka shkupi shumë artistat mirë, këngëtar shumë të mirë, edhe muzikanta, muzicienta shumë të fortë. Edhe vetëm duhet dikush mirët edhe ftesë të ketë një organizator. Pse na djejshim Ferizaj? Në mbram kemi qenë në Ferizaj, kështu që na thirrën me kalum një natë shumë të bukur, me të vërtet, mos me harrukur. Edhe kemi ftesa tash prej Prishtinës, prej Gjilanit, prej Ferizajt. Se këtu shkupi nuk merr si masa diçka për ta bënë një koncert bashkë. Nuk e di. Arsyen nuk e di pse kemi ngel shkupi është me mas pakti që si organizime, tu pas bulluk, ta them kështu, bulluk artista, që krenohet edhe Kosova, edhe Shqipënia, edhe Lugina, edhe për këngëtar që janë këtu, e këngëtare. Ne jemi ma shumë detyruar me knu jashtë shkupit. Jashtë kufive se në vendin ku jemi lindur. Po shpresoj që tash dikush edhe ndëgjon, tash kanë filluar edhe këtu, nuk është që jo, po nuk është ajo sikur që funksionon për shembull Kosova. Kosova funksionon mas miri për deri tash, edhe e dojnë muzikën shumë. Më ndje me afrimin, po të thamë pak jam emocionu, se për artistin ku tha parësi, maj mira gja është kur taknon këtë publiku kanga. Nuk ka ma mirë, adin ndjenja, adin nuk është e që adin jo pun lavdi, është pun emocion, këngëtari e ka që ta, futbalerat e ka kur ta banë një gol të mirë, dhe publiku ose e thot emrin, na dje imi një pak, po të thamë, mati ko që ashtu, dhe më thonë krejt, edhe të rinora 4, që po, dishka ekstrem mirë, me kënu 300 vetë me ty bashkë, me lëmë të mikrofon, ata me kënu. Mendoj që është ndjenja më e është ndjenja, knasia më e madhe, edhe është një sikur se adin po të tregon që na mos mendoni se na çdo kun kanë ku po shkeni, na kena menu që veç në 4-5 vende kena fansa. Na kem Shkodër, unë u befasova, da më thonë, edhe polist kur në nalëshin më shumë, që s'kam pas një uri për atje. Atë tregun e Shqipërisë nuk e kemi hiç, zero. Nuk shkojmë. Na e kemi, vetë nuk shkojmë, ndoshta ndonjëherë dikush edhe më thirr nuk shkoj. Se jemi për këtu, nuk jam për repertorin e atjeshtit, a i këtë diçka tjetër knohet. Edhe, ama kur ishim tash 2 vite 3 që shkojmë na për gjirime në Tiranë, në Shkodër, aty dhe më thonë në pashë si nuk ishte këtu funi, vetëm Shkupi, Presheva, Kumanova, Gilani, Stupulla Kavashi, ajo kjo. Dhe më thonë gjithë ka kishim, po apëshin kur se din njerja, kur po shkelmi, tana veç po dalin. Ta më thonë din, ta kalzonë, na jemi rrit me këngë të ju, na kështu, veç po din ajo është kompliment i mirë që të jep shpresa ti mos me undalë. Të jep shpresa për me punu. Që publiku ata e donë. Donë servim prej neve, me bo këngë, po edhe ata po shpërblejnë pastaj me një mramje një asi ku po shumë për shef plot të kënu me ty gjithë të bëtë. Ska ma mirë. Unë po shpresoj që në një të ardhme të shpejt do që shohim live duke kënduar në ndonjë koncert, ndoshta e të përgatitur edhe nga jo vetë, edhe na të vim si publik i jashtëm ose në ndonjë hapësirë të hapun. Po shpresojmë sepse besoj që vendi ynë ka nevojë për me ndëgju muzikë të pastërt shqipe. Shumë ka nevojë. Edhe unë mendoj ashtu. Edhe unë mendoj që jemi të etur, mirë po nuk kemi në dieni fare deri në momentin kur të realizohet dhe ta shohim publikun që do ta keni përballë. Shpresojmë që të ta ndëgjojnë këtë mesazh që e lati tash edhe unë edhe afrimi, t'ja lëm tash kohës. Patjetër, shpresojmë. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tim. Unë definitivisht i shijoj bisedat me ju, sepse jeni aq të lirë dhe më bëni edhe mua mundje shumë rahat dhe gjithmonë dal nga koncepti i pyetjeve të mia, edhe kjo më bën edhe ende më mirë. Kështu që unë ju falenderoj shumë dhe shpresoj që takohemi sërish me gjëra të reja dhe bukura. Faleminderit shumë. Ju urojmë suksese dhe shëndet. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Është naci.
Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës. Neve tani do të shkëputemi për disa minuta dhe të rikthehemi sërish në studio.